sport dhe kam nësit të kem kolegun Tami Kona. Tami, përshëndes, faleminderit që bashkove. Përshëndetje, Thimi. Tami, shkurtimisht një ndalim tek Superliga e Shqipërisë, a biznes superiore, se kemi thënë Superligën, po më trego pak si do kjo javë dhe fitoria e Partizanit ishte një konfirmim i momentit mirë. Shiko, Nuk po flas si tifoz i Partizanit, po flas. E para punës njerë, tani edhe ti e kështu që. Fjala tifozës është një fjalë e madhe, kupton, do thonë megjithatë, kjo në kuadrin e shakas, megjithatë ecuria shumë breslënëse e Partizanit e një skuadër që me një trajner që askush nuk beson. Shiko, gjithmonë ka një herë të parë dhe trajnerët e brezit e ri, do thënë gjithmonë janë trajner, por ka dhe gjë kur trajneri ka dhe futbollistët. Edhe mjafton të shikosh tek skuadra Partizanit, lojtarët e afruar të paktën në muajin janar. Si dibe për shumë është ai që bën, ti je më mirë se unë, por bën diferencën në kampionatin shqiptar. Normalisht është pak e vështirë, unë kam thënë gjithmonë që është pak e vështirë që në janar të marrësh futbollista, megjithatë kjo varet si qellojë, do thënë, por Partizani me 5 fitore që ka bërë të paktën në kampionat dhe po t'i referohem atij hapit fals, do thoja unë që unë pavarësisht se në më shumë ishte pavarësisht se në kupë, shiko, unë nuk ishte hap fals, ishte hap fals i arbitrit, do thoja unë, po nesër. Hap fals i arbitrit mund të ishte, por rezultati thimi duhet jemi koshent që rezultati ishte 1-2. Rezultati nuk ishte mbarazim, por kjo është tjetër gjë. Kupton, unë do të them që kampionati tashmë Partizani ka kaluar direkt Dinamon, ka kaluar në vendin e 4 dhe normalisht edhe nëse do të referohen Partizani, sigurisht që Partizani ka bërë punët e veta, ka marrë pikët e veta, por është Dinamo ajo që ka gabuar dhe normalisht nuk arrit ta kuptoj, ose më mirë nuk e rit, nuk e kam shumë vështirë, do të thënë, të arrit kuptoj se çfarë po ndodh me Dinamon kur mendoj që Partizani ka rikuperuar nga Dinamo gati 9 pikë. Domethënë të rikuperosh 9 pikë edhe me ecurinë që ka Partizani, unë të garantoj që Partizani do të kapi dhe një skuadër tjetër, tani do të jetë mund të kapi Ignatja, mund të kapi Basani. E ka siguruar fanellëforin Partizani, nëse ecë me të ritëm. E para punës njëherë për të sigurt nuk ka asgjë. Sepse edhe vjet Partizani ishte në vend 4, 2 javë të fundit kaloi në vend 5 dhe pastaj ka rënë. Domethënë të sigurt nuk ka, por vetëm ka një gjë që do të jetë dështim, sepse thash njëherë e ka thënë dhe presidenti Demi në intervistë që normalisht nëse Partizani nuk del në Kupat e Evropës, sigurisht që do jetë dështim, sepse rruga nëpërmjet Kupave të Evropës për të shkuar nga Kupa e Shqipërisë tashmë është një eveniment që ka ikur. Megjithatë Tirana, problematika me Tiranën është shumë e vështirë. Duket sikur ka marrë pak frymëri flamurtari, domethënë kupton, por megjithatë në vendet e fundit lufta në gara për të kaluar nga 2 vendet që të nxjerrin direkt, do thon drejt, kur mendoj që aty është bërë një grup skuadrash duke përfshirë Vorën, duke përfshirë flamurtarin, duke përfshirë Tiranën, por tashmë aq më tepër dhe Bylisin. Megjithatë, thash një herë, janë dhe 9 javë, pikët janë aty, janë gati 27 pikë, nuk janë pak, po dhe nuk janë shumë, por megjithatë skuadra duhet të kemi parasysh një gjë që Abisnes Superiore është futur në një garë ku krahas garës për titull, që sigurisht Vllaznia kryeson me shumë merit, mas kaq fitoreve resh që kishte, të them të drejtën, më ka habitur pak, po duket sikur flamurtari pikët e këtij viti duket se gjithmonë i ka rezervuar me Vllaznin. Okej, ndalemi në Champions League. Mbrëm, Newcastle Barcelona 1-1, Atletico Madrid Tottenham 5-2, Galatasaray Liverpool 1-0 dhe Atalanta Bayern 1-6. Atëherë do ta filloja sipas renditjes së orareve ashtu si u zhvilluan ndeshjet. Do ta filloja me një Galatasaray për sa i përket skuadrës së Liverpoolit. Të them të drejtën, investimet në kampionatin turk janë aq të mëdha thimi sa tashmë nuk është një çudi kur shikon që skuadrat e Galatasarayit, Fenerbahçes apo të Beşiktaşit apo të skuadrat tjera, po sidomos të paktën në këto 2 vitet e fundit Galatasaray ka krijuar një hegemoni, ashtu siç i mësuar ne të shikojmë Bayern Munich në Gjermani, të them të drejtën, Galatasaray është një skuadër që shumë lojtarë nga Anglia, nga Spanja, nga kampionati francez apo nga një nga 5 kampionatet më të forta, nuk është çudi kur i shikon në radhë të Galatasarayit, sepse shikojmë që Galatasaray, mbas asaj ndeshje që ka bërë me Juventusin, mbas atij prezantimi do thoja unë fantastik që bëri me Juventusin, duket që ka hedhur dhe një hap
për sa i përket me Liverpoolin. Sigurisht, ka përfunduar raundi i parë, por nëse do të referohemi ndeshjes, të them të drejtën, ishte një ndeshje që Galatasaray ka treguar që është një skuadër që jo rastisht është atje. Ecuria për sa i përket ndeshjeve me Liverpoolin, të them të drejtën, shikoj një pak dhe statistikat. Në 5 ndeshjet e fundit të Galatasaray, sidomos në skuadrën në stadiumin në Ali Sami Yen, kishte 3 fitore. Është një skuadër që duket sikur nuk ka lidhje fare me kampionatin turk, sepse thash njerë, janë 4 skuadra vërtet në kampionatin turk, por të them të drejtën, Galatasaray është një gati 10 hapa më larg se ekipet e tjera. Megjithatë, thash njerë, Champions League është një eveniment që është, ne jo më kote kemi thënë që është ajka e futbollit evropian, por megjithatë, thash që Galatasaray ka arritur të paktën të arrijë një fitore duke shkuar në ndeshjen e kthimit me një fitore me një rezultat minimal, por të them të drejtën çdo gjë është e hapur sepse thash që Liverpooli është Liverpool, normalisht me lojtarë të gjithë arsenalin e futbollistëve e ka brenda, edhe normalisht që Champions League për Liverpoolin është një nga 4-5 skuadrat që është pretendente. Megjithatë, thash herë, për sa i përket takimeve të tjera, do të ndalesha pak ke Atalanta Bayern. Të them të drejtën, fitoria e Atalantës, ose më mirë eliminimi që Atalanta i bëri Dortmundit, duket sikur e kishte bërë takimin më interesant për sa i përket prag ndeshjes. Gjermanët vinin në një ndeshje kur kishin përballë skuadrën që kishte eliminuar 2 javë përpara ekipin e Borussia Dortmundit, një rival direkt të kampionatit gjerman, një rival, do thoja unë, të paktën në letër, sepse po t'i referohen pasaj garave sportive ose veçimeve përballë, sigurisht Dortmundi është shumë larg Bayern Muniut, por kishte edhe një gjë tjetër thimi që të them të drejtën, gjermanët ishin shumë kujdesshëm, e pashë që kishin vlerësuar shumë ndeshjen për vetë faktin sepse ata kërkonin një rezultat pozitiv dhe kërkonin ta mbyllin ndeshjen që me rezultatin e ndeshjes parë. Sepse të them të drejtën, këtu kanë pasur një farë të drejtë, sepse Atalanta është një skuadër që për mua është më e rrezikshme në transfert, është më e rrezikshme sidomos kur luan dhe atë e ka treguar që ka arritur fitore, sidomos kur luan në grupet e Champions League-s me formatin tjetër, është një skuadër që ka bërë fitore jashtë fushës vet. Megjithatë, thash njerë, në arkun e 20 minutave, Bayerni ka zgjidhur çdo gjë. Të them të drejtën, ajo që më bënte përshtypje ishte që dhe në minutën e 90, rezultati ishte 6-1 dhe prapë së prapi gjermanë kërkonin të shënonin. Megjithatë, thash njerë, ndërsa në 2 takimet, në takimi tjetër, për sa i përket ekipit të Newcastle dhe të Barcelonës, të them të drejtën, më ka habitur pak loja e dobët e skuadrës Barcelonës. Është një lojë që të them të drejtën me barazimin që ka bërë në fund me Xhamal në fund fare, të them të drejtën, ndoshta i ka rëmbyer sepse për mendimin tim ndeshja duhet ishte fituar të paktën me atë ndeshje që zhvilloi Newcastle, për mua ishte më lart se skuadra e Barcelonës dhe normalisht duhet ta kishte fituar ndeshjen. Por megjithatë, thash njerë, çdo gjë është e hapur, sepse Newcastle është një skuadër që normalisht me investimet të bëra të paktën në këto 2 vitet e fundit, vërtet nuk është në 4-5 më të mirat këtë vit në kampionatin engles, por sigurisht që mbetet Newcastle. Për sa i përket takimit tjetër, do thoja unë, të them të drejtën, nuk them që ishte një ndeshje që Atletico nuk e se meritori. Ishte portieri. Ishte ndeshje portierit. Por të them të drejtën, unë duhet jemi pasë dhe gjithmonë Atletico nuk është se kam gjë, por të tërë ata që më dinë, unë saj që flasë për Atleticon, duke si kur flasë për një skuadër që unë e shikoj si anti-futbol për vetë faktin, po kur mendoj që ndeshja ka përfunduar me atë rezultat, të them të drejtën, normalisht i takon një bravo skuadrës Atleticos dhe normalisht kualifikimi besoj se është një hap përpara, domethënë për sa i përket kalimit të turit. Okej, sot kemi sfidat ndoshta më interesante se djeshmet. Nisim 19:45. Leverkusen Arsenal. Tani thimi, në 4 takimet e sotme, 2 nga këto ndeshje, për mendimin tim, mund të jenë... Maj me ra, nisim me këtë. Ka mendimi që 2 nga këto janë finalet parakoshme. Patjetër, po prandaj lash për në fund. Finalet parakoshme. Leverkusen Arsenal. Nëse do të referohem, do ta fillove me atë që është në ndeshje në orën 16:45, që fillon me një Leverkusen Arsenal. Tani, një nga 2 ekipet kryesore për fitimin e Champions League, sipas të dhënave që analistët dhe kompjuteri nxjerrin për sa i përket fitimit të kompeticionit më të rëndësishëm evropian Champions League, sigurisht në vend parë është Arsenali dhe në vend dytë është Bayern Muniut. Mirë po, parashikimet janë tjetër gjë dhe ajo që mund të ndodhë në fund fare është tjetër gjë.
Megjithatë, Arsenali është një skuadër që sot futet përballë Aspirinave, do thoja unë futet shumë favorit, për sa i përket duke përfshirë. Mos duhet pinë Aspirinë fundeshës apo nuk beson. Tani, shiko, çfarëdo që të ndodhi, unë ditë them vetëm një gjë që edhe një barazim, do thoja unë është, domethënë, sepse rezultatin më tepër se barazimi nuk e shikoj fare për sa i përket skuadrës Leverkusen, sidomos taj Leverkusen, se një Leverkusen e edicionit kaluar me fjalë me lojtarët, nëse do të kishte ata 5-6 lojtarë që nuk i ka më, sigurisht do të ishte ndryshe. Por tani në futboll nuk flitet më këska. Ky është Leverkuseni. Normalisht, mbas Bayern Munichut, është skuadra që përfaqëson futbollin gjerman në kompeticionin e rëndësishëm të Champions League-s. Të them të drejtën, për mua është favorit të Arsenali dhe normalisht as nuk e diskutoj për sa i përket kalimit. Hirushia, s'ka problem, ma lëm rezultatin, por është favorit e padyshim. Hirushia, Bodo Glimt me Sportingun. Atëherë, kemi një takim... Unë kam mbiti që Bodo Glimt do fitoj atje. Atëherë, kemi një takim, shiko, Thimi, ti... Jo, duke parë kë ka mundur në fushën e vetë. Ti ma bërë paraprit mua të them të drejtën dhe normalisht ke të njëjtin mendim që kam dhe unë. Tani unë këtë mendim e kisha kur luanti me Interin. Domethënë, këtë mendim, sidomos në momenti që mundi dhe Manchester City, kam parë dhe një ndeshje me Borussia Dortmundit dhe e pash, shumë javun, e kemi diskutuar dhe këtu, shumë javun faktorit fush. Është e vërtet që Bodo Glimt luan në një fush që normalisht është një me bar sintetik dhe normalisht ajo, thashë, unë e kam thënë dhe këtu këty, që ajo është një fush e licencuar nga UEFA për sa i përket asaj, por megjithatë, thashë, ata janë një skuadër që të tërë janë në kulmet e kampionatit, ndërkohë që Bodo Glimt është një skuadër që ka zhvilluar vetëm 4 ndeshjet e miqësores. Më fal, ndeshjet e Champions League-s. Është një skuadër që luhet sepse edhe Kivu mbas ndeshjes mbas eliminimit me Interin tha që, shiko, kjo skuadër nuk luan kampionat, sepse ne e dim që kampionati norvegjes fillon në mbas muajit mars. Dhe normalisht e skuadra është tashmë, tani pyetja shtrohet, çfarë ka për të humbur Bodo Glimt? Nuk ka asnjë gjë. Eliminoi Interin. Arkëtoi një shumë që normalisht nëse gjithë skuadra e Bodo Glimtit mund të kushtoj 20 milion euro, ajo vetëm në eliminimin që i bëri Interi përfitoi nga Champions League rreth 18.5 milion euro. Tani çfarë ka për të humbur ndaj Sportingut Lisbonës? Kur është hedhur shorti, ka një gjë që është vërtet për të theksuar, sepse Bodo Glimt është gëzuar që i ka rënë me Sportingun dhe Sportingu është gëzuar që i ka rënë me Bodo Glimtin. Ta shohim kur do qeshin fund. Jo, për vetë faktin sepse kur mendoj se kush janë 16 skuadrat, normalisht Bodo Glimt sa t'i binte me në Arsenal, me në Bayern, me miq që ka rënë me Sportingun. Sigurisht që ka rënë me një skuadër portugeze, aktualisht është në vendin e dytë në kampionatin portugez mbas Portos, është një skuadër që normalisht ka bërë mirë, edhe normalisht dhe me plot merit është këtu ku është. Por megjithatë, sot si ndeshje, unë e shikoj, nuk diskutoj që e shikoj shumë favorit skuadrën norvegjeze. Tu ka lënë në zonën e nxehtë. Paris, Chelsea. Tani, të them të drejtën, kjo është një ndeshje që tani këtu futemi ke 2 finalet e parakoshme. Për sa i përket Parisit dhe Chelsea, dihet që janë 2 finalistët e Kupës Botës për klube. Akoma nuk arrim ta kuptojmë se si në përfundim të kësaj ndeshje Chelsea arritja të fitore, do thoja unë, jo vetëm si fitore, por kur mendoj që nga mënyra e ekzekutimit të 90 minutave, Chelsea ka bërë një ndeshje më të thuar spektakolare është pak, sepse ne nuk para jemi mësuar të përdorim të fjalë, sidomos kur luajnë këto ekipe, sepse në të tilla ndeshje dihet që finalja nuk është e tillë, është vërtet ajo që thoni ju, një finale duhet fituar me gjitha mënyrat dhe nuk është e thënë që ta fitosh me spektakël. Por megjithatë është një ndeshje që do thoja unë nuk do jetë vetëm takimi sotëm, është një ndeshje që do të ketë takimin e parë që do luhet sot në Paris dhe ndërkohësisht edhe takimin e sepse nuk e të them të drejtën, të them të drejtën, nëse do të jepja një përqindje them për sa i përket kualifikimit, sigurisht do hajnoja që nga Parisi një 60 me 40, por dhe 50-50 më shkonte për 7 me fjalë, se normalisht për mendimin tim është një finale parakoshme. Real, City. Tani si mund ta kuptojmë Champions League-ën, Thimi? Pa një nga të dy do thuash ti. Pa një ndeshje Real City dhe City Real. Tani çfarë mund të thuash për këtë ndeshje? Kjo është një ndeshje që të paktën për sa i përket parashikimit, normalisht, për sa i përket koeficientët, Manchester City është shumë favorit, domethënë edhe për sa i përket atë çka hedhin kompanitë e bastave. Mirë po, ka një gjë. Reali është Real. Një ndeshje në Santiago Bernabeu sigurisht që merr tjetër formë,
Reali, si do që tjetë në kampionat, si do që tjetë në kup, si do që tjetë, kur vjen puna në logon e Champions League-ës, Reali Madridit është një kockë fort dhe normalisht ne ditë themet e mi gjë që do t'jenë 90 minuta me një spektakël të garantuar. Gola nga 2 akrat, në fund fare, të them të drejtën, e shikoj, do më thënë, jam kurios të shikoj me fjalë që e para punës i shikoj mbi 3-4 gola, do më thënë, e shikoj një ndeshje me gola, sepse edhe lojtarët që janë në brëndësi të tyre, edhe pse Reali nuk është në ditët e tij më të mirë, për sa i përket, sepse në këto momente që flasim ne, sigurisht që trajneri, për mendimin tim, ka një stop që mbase nuk i shkon dot Realit Madridit, është një trajner që, të them të drejtën, kur mendoj se kush janë trajnerët që kanë drejtuar Realin Madridit, të them të drejtën, tash më tepër flitet se kush mund ta marrë skuadrën, kupton duke filluar që nga Klopp, që nga shumë lojtarë, shumë emra të tjerë. Megjithatë, thash një Real City, sigurisht është një ndeshje, është një 90 minutë që duhet shijuar. Okej. Për të mbyllur, ta me ndalimi në një zhvillim fundit, kemi një lajm, ekipi kombëtar iranian nuk do të marrë pjesë në Kupën e Botës 2026, e cila do të mbahet këtë verë në Shtetet Bashkuara, Meksik dhe Kanada. Vendimi kishte qenë i paqartë pas konfliktit që shpërtheu në linjën e mesme në javën e fundit, por konfirmimi erdhi nga ministri i sportit të Iranit, i cili në intervistë televizive ka thënë se meqense kjo qeveri e korruptuar vrau udhëheqësin ton Ali Khamenei, ne nuk kemi ndërmend të marrim pjesë në Kupën e Botës. Ai theksoi se masat e liga të marra kundër Iranit nga Shtetet e Bashkuara, 2 luftra na u imponuar brenda 8 ose 9 muajsh dhe disa mijëra qytetarë ta anuvranën. Ne nuk kemi absolutisht asnjë shans për të marrë pjesë. Tami? Shiko. Okej, kjo nuk është sport tashmë. Tu kalojmë për te, por tani më kujtua një, ju e mbani më një Iran SBA. Po. Që, më thënë, lajmi ishte që ne do luajmë, por nuk do t'i japim dorën njëri tjetër. Tani, në futboll, mesazhi i sportit më popullor që është futbolli, do më thënë, ka shumë slogane, ka shumë gjëra, jo racizmit, jo, do më thënë, ka shumë gjëra. Do më thënë, duke filluar që nga tabelat, jo politike, jo gjëra, kupton. Ajo që dua të them unë, Irani ka gjithë të drejtën e vet, që normalisht duke menduar, por duke parë që një kampionat botror do të zhvillohet në Amerikë, edhe tashmë luftë me këtë shtet. Do s'do Irani me fjalë kupton, është e shikon këtë si zgjidhen më. Kam frikë se FIFA nuk do ta lërë me kaq, domethënë ta penalizoj. Nuk e diskutoj fare. Do ta penalizojnë sepse kjo gjë ka ndodhur me Shqipërinë. Edhe Shqipëria kur refuzon të përshkuar, kur refuzoi mbasi u mundu me Gjermaninë atëherë, thamë që nuk do marrim pjesë në eliminatore sepse ju na keni turpëruar, domethënë. Siç ishte ajo, dhe FIFA sigurisht që tani FIFA duar, kështu mendoj, ëh. Edhe ajo që është kryesore duhet të shikojmë tani se kush do ta zëvendësojë, patjetër që do jetë dikush nga Azia. Mendoj që do të jetë diku te grupi i skuadrave që normalisht. Pa jo nga Europa, se dikush më thotë, jo, e bëj këtë pyetje se kanë filluar me një këto një shans më shumë për Shqipërinë, ikën Irani, nuk ka lidhje. Ne do të kalojmë Poloninë një herë, pastaj shohim. Po normale. Tame, shumë faleminderit. Gjithmonë nga si bisedoj me ty, duroj një vim ditë sa më të mbar. Okej, dashur miq, këto ishin zhvillimet që kishim zgjedhur për sot. Për lajmet më të fundit nga vendi, rajonet dhe bota, shkarkoni aplikacionin Euronews.al në App Store dhe Google Play. Programet tona mund t'i ndiqni edhe në radio në frekuencën 105.7 MHz. Mos u largoni, pas pak vjen kolegja Ujeze Doshlani për zhvillimet kryesore. Bashkë do shihemi sërish nesër në orën 12.